të shkëputemi pak nga i qeshura dhe t'i kthehemi politikës, e cila çdo ditë më shumë po zë hapësira televizive. Çdo ngjarje, çdo situatë politike menjëherë shfaqet në media. Tani këtu do të bëhet një debat shumë i zjarrt dhe unë do të kem të ftuar 4 analistë të shquar. Menjëherë ftoj analistët në studio. E kuptoj, po, kaja. Ju lutem, sot do të jetë një debat i zjarrt. Kemi konciz dhe të qartë, sepse do keni përballë kryetarin e Partisë Demokratike. Faleminderit. Sali Berisha. Ku është? Kush? Doktori, kush tjetër? Se di. Më falni, po, a keni për të intervistuar kryetarin e Partisë Demokratike? Po pra juve. Luli! Unë jam Luli! Faleminderit! Faleminderit, jemi gati për të nisur këtë debat të zjarrt. Po. Menjëherë pyetjet nga analistët tanë. Unë pajtimja shkurt të lutem, kam një pyetje të shkurtër. Atëherë, zoti kryetar. Çfarë thatë, lutem? Zoti kryetar. Edhe një herë. Zoti kryetar. E mrekullueshme. Kryetar, jam kryetar. Unë jam Luli. Atëherë kam një pyetje për juve. Si u duka në zgjedhjet në Korçë? Ta them të drejtën, ky ishte një skandal. Dhe këtu gjej rast të falenderoj emisionin Fix Fare, i cili është pjesë e një media e të lirë që denoncon akte kaq barbare, skandaloze e nuk di çfarë të them tjetër. Bravo i qoftë. Ma thënë Fix Fare ka qenë gjithmonë në zbulim skandalesh dhe juve po e pranoni, apo jo? Sigurisht. Me drejt. Një sekond. Fix Fare kësaj radhe u sol tamam si një emision investigues. Se në rastin kur kemi qenë ne në pushtet, ka patur shumë rasti që i ka manipuluar. Është e vërtetuar. Ashtu? Apo. Okej. Pyetje tjetër? Po? Juve. Zoti analist? Zoti analist me radhë se te. O çun kom i pyetje më çun. O lene më çun punën e 20.000 lekëshit Korçës. O çfarë do bëni për plenat që po vinë nga Siria më çun? Çfarë do ku jeni më vlla? Të lutem. Pikërisht për këtë do të flas. Zoti kryetar, shkurt. Po, fajin e ka ai 20.000 lekë Korçës. Ditën për diell pam se si Partia Socialiste blinte studentët me nga 20.000 lekë personi. Ky është një skandal i papar, sepse do revoltohet populli. Na e ulëm pjatën fare. Si e ulëm pjatën se kuptova? Ore, kur duam të blejmë, ne kemi 50.000 lekë personi e lartë, më vjen keq. O çun. O çun i pyet, o ku jeni më vlla? Të lutem. O me plenat që vinë nga Siria, çfarë do bësh më çun? Po, ke shumë të drejtë. Me për plera do flas. Se fajnë prap 20.000 lekë. 20.000 lekë e ka prap fajnë. Do më thënë, ti vjen. Një sekond. Po të lutem tani, Po, 20.000 lekë. Më lësh flas, lutem, më lë të flas. Po, la t'ju të qësë. Po shumë të flas. Le të flas, lutem shumë. Po pra, fol, zoti kryetar. Pra, ti vjen dhe më jep votën. Unë të paguaj rrugën dhe një qoftën librash. Dhe unë të ha qoftën, ha? Po kush i ha këto gënjeshtra, mërë zotri? Kush i ha këto gënjeshtra? Jo unë. Po, juve. Shkurt, ju lutem shkurt. Sigo, ajo që unë duhet të theksoj është, thuen,
Folet ju tash, flasim ne tash. Po folet ju tash. Ju lutem publiku, ju lutem flasim ne. publiku në sallë që si lutem po. Po çata si folet ju të flasim ne tash. Le tash. O zot i të lutem, Juve pyetja. Juve thon, ja, te pyetja do dal, ja, aty do dal. Tash, Juve thatë që kjo qeveri bën fasad vetëm. Po. Vetëm fasad bën kjo qeveri. As pyetja, ju si mendoni, bën vetë fasad apo bën dhe punë kjo qeveri? Ta di më rralla. Fal. Nuk e kuptova çfarë tha, po do përgjigje. Po le tash. Prap mbetemi tek 20.000 lekë. Sa i ka fajin? Ja, ta dini. 20.000 lekë është skandal dhe këtu duhet rrim. Prandaj ne si opozit patëm një reagim fantastik në parlament, aq sa më kanë ardhur telefonata nga Parlamenti Evropian, sa bukur e bën. Fotokopjuam me fytyrën e Edi Ramës gjithë ato 20.000 lekësha. Aq fotokopjuam sa që një moment deputeti më i varfër i Partisë Demokratike, Ridvan Bode, tha, ore u lodhëm duke fotokopjuar, ti hedhim ca 20.000 lekësha tamam, ndrojmë vetëm kokën. Po. Më falë, zoti kryetar, ju keni hedhur lek kështu origjinale? Kush do t'ja di përpara në këto raste skandalesh, më vjen keq. Mirë, pyetje po, pajtime pyetjen? A, një sekonde, kam unë pyetjen tani. Të lutem shkurt pajtime. Të lutem shumë, po të dëgjova kur fole, tani do të dëgjosh kur fole. Folet i letë, flasit asi, ti folet i asi, ti flasit ajo, Një sekondë. asi ti flasit i folet. Pajtimja. Është e thjeshtë dhe e saktë. Të lutem shumë zotrite, Po, pajtime, po. Pyetja ime është e thjeshtë dhe e saktë, Fole precize. shumë, Atëherë, ti fole themi shumë. PD-s. Po. Atëherë, juve shpesh thrisni në zyrën tuaj antarë të Partisë Demokratike. Patjetër, sigurisht, jam kryetari. A ju ka qelluar që ta thërrisni për këshill edhe zotin kryeministër, zotin Sali Berisha? Pajtime, kur të bësh pyetjen, shikoj në sy, zotin kryetar, Po, s'ka problem. në sy po e shikoj. Unë i thras të gjithë deputetët, se jam kryetari. Unë jam Luli. Po. Një ditë morën telefon zotin Sali Berisha, se mbi të gjitha është deputet, ai, dhe i thash, të pres në zyrë. Të vish në zyrë, zotri, të pres në zyrë. I thatë Sali Berishës Po, në zyrë. të pres në zyrë. Po. Shkova ke zyrë ati. E prita gati 2-3 orë, sigurisht nuk doli se përshikonte në Facebook se sa like ka. Unë zbrita poshtë, nga një sanduiç, kur u ktheva, nuk më lënë të roja të hyeja. I thash, jam Luli, unë jam kryetar, jam Luli. Kemi kryetar tjetër larta, ti nuk je akoma kryetar. Po si, nuk hyre fare në godin? Jo, shkova në bashki. Mirë, pyetje tjetër po. Ka unë një pyetje tjetër. Një sekondë, një do flasë unë! Po pra, fol. Jam kryetari! Pra, e harrova ku e kisha tani. Sepse atje s'po le të flas, këtu s'po le të flas, po ju Të lutem shumë tash nuk e ke çuar emision. Publicitet. Ju lutem, po prish emision. Ju lutem. Lutem. Po prish emision.